Muzeu Etnografik i Durrësit hapi dyert pas ditën e së mërkurës për leximin skenik të dramës Paltoja, të autorit durrësak Ilir Paja. Pas eksperiencave të mëparshme letrare, kryesisht në vëllimet me poezi, Paja erdhi këtë herë me veprën dramatike, që rrëfen historinë e dy miqve, Xhaketës dhe Paltos, marrëdhënia e të cilëve vihet në provë nga një palto e re. Ajo që nis si një gjest i thjesht mes miq, shndërrohet në një përballje me xhelozin, pasigurinë, krenarin dhe etjen për status. Simbolika është siç do të shfaqet aty, ka të bëjë me atë që quhet metamorfoza e të atij personi që përpiqet ta ndjejë veten që ka ca gjëra të vetat, por për arsye të shumta të jetës detyrohet të bëjë të tjera gjëra. Ishte një shtysë shumë e brendshme për vitesh. Dhe në një moment erdhi vetë, domethënë ndonjëherë ka ca gjëra të ardhit që nuk mund të jenë të qarta dhe shumë. Nisma e teatrit Aleksandër Mojsiu për të lexuar një vepër dramatike, përmes një leximi publik, është një format që vendos në qendër të vëmendjes tekstin dhe fjalën e shkruar, e ideuar për të realizuar në oborrin e shtëpisë muzejit Aleksandër Mojsiut, ku distanca mes aktorëve, Gjeni Fama, Jaho Guma dhe Alesia Xhemalaj dhe publiku të pranishëm ishte mjaft e ngushtë, vepra arriti ta përcjellte më së miri mesazhin e saj. Për ne është shumë kënaqësi të promovojmë dramaturgjinë shqiptare mbi të gjitha dhe gjithashtu dramaturgjinë e një autori durrësak. Ishte shumë kënaqësi të merrnim pjesën e tij, ta punonim dhe të sjellim për publikun durrësak sot një lexim skenik të mirëfillt. Dua të them që ambienti është përshtatur më së miri me dramën, më së miri dhe me kushtet tashmë, sepse në një ambient të mbyllur nuk do të ishte e përshtatshme, koha është mjaft e mirë, njerëzit kanë nevojë të rinë ajër të pastër, kështu që besoj që gjetja e ambientit është një çelës shumë e mirë. I njohur mes ardashëve durrësak si poet, prozator, dramaturg dhe profesor i letërsisë, me një sër çmimesh në konkurse ndërkombëtare të poezisë, Ilir Paja arriti të përçojë tek publiku përmes dramës Paltoja, mesazhin se ambicia mund të cënojë dhe miqësitë e konsoliduara.